Inspektoriati Shtetëror i Punës, ashtu si tatimet apo njësia e lojrave të fatit, kanë toleruar për vite me radhë një situatë skandaloze të deklarimit të punojësve në shtet. Këtë e ka zbuluar raporti i fundit i kontrollit të lartë të shtetit, ku konkludohet se në vite nuk janë kontrolluar subjektet me qindra punonjës, por ato që kanë pasur më pak të tillë. Një numër i konsiderueshëm subjektish të biznesit të madh nuk figurojnë fare në listat e subjekteve të vetë deklaruar në inspektoriat, ndërsa më sot të kenë qenë pikërisht ky arsye pse Shqipëria është renditur si një ndër vendet me informalitet më të ulët në botë, me tregues si në Zvicër apo Danimark. Sikurse ka dalë gjatë inspektimeve të përfaqësuesve të kontrollit të lartë të shtetit, kanë munguar kontrollt ndaj subjekteve prodhuese, pasi një numër i konsiderueshëm prej tyre nuk figurojnë në listat e subjekteve të vetdeklaruara në inspektoriat. Gjithashtu, KLSH ka konstatuar se sipas të dhënave të Inspektoratit Shtetëror të Punës, rezultojnë të jenë të vetdeklaruara në drejtoritë rajonale të tij, gjithsej 22.000 subjekte fizike dhe juridike, ndërsa sipas evidencës së Institutit të Sigurimeve Shoqërore, rezultojnë gjithsej 79.000 subjekte fizike dhe juridike. Pra, inspektoriati ka 57.000 subjekte më pak se ISSH-ja. Subjekte që kuptohet për sa kohë nuk janë në evidencë, nuk mund të jenë edhe në qendër të vëmendjes së inspektimeve të strukturave përkatëse.